horoskopin në pranverë, qysh do të njësë kjo stinë e re, apo qysh ka njësër kjo stinë e re për shenjat e horoskopit. Detajet e tjera i ndojmë bashkë me Erletën, Erletë Rusemi, që e kemi tashmë në studio. Mirë mëngjesi, mirë se na erdhe. Mirë mëngjesi, Agnesa, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Shumë knaci, edhe shumë bukur po dukesh, edhe çdo herë komplimentojmë njëra tjetrën, edhe kemi këtë energjinë reciproke, do thotë energjinë pozitive, e që unë kënaqem shumë kur vjen. Dhone shumë, shijoj. Vjen mirë, atëherë, ka lajme të mira, jo? Më duket sikur kam prit njerëzit pak më shumë. Prej 2025-ës në përgjithësi. Personalisht, së shqijem të gjithë diqka wow, për nashta është ato detajet e vogla që shumë shpesh dina mi, a den mi neglizhu si vëmre. Po. Amo kërë i analizon qëfar roli ka në rujt, ose qëfar ndryshimi ka mbu tani me kohën, e kupton që në fakt që ato detajet e vogla janë konë që e ka mbu ndryshimin e madhë. Kështu që shumë shpesh kur ka pun persane që kur gjë e mirë s'po ndodh, kur gjë e re s'po na ndodh, nashta është mirë mi kujtu që to detajet që e ka mbu ndryshimet e vogla. Se shpesh dina mu ka persane ma të mëdhaja. Menojna që kur e mendojna një ndryshem, ose që për shembull kot pjafus kështu veç për tërhekje një paralele, nëse mendojna një ndrym të pozitë punës, mendojna që nesër si dalëm që atë pozitë gjithçka ka me kanë më mirë. Nuk është çashtu se çdo ndryshim e kërkon edhe adaptimin e vet. Kështu që njerëzit e kanë prit shumë ndryshime për një herë. Me një herë drastike të mëdha. Unë mendoj që pranvera sjell sende të mira. Çashtu qysh e thot edhe horoskopi. Edhe pranvera është, në pranverë zakonisht fillon me shenjën kardinale, që është dashi. Se me 21 mars, hina në 21 ose 22, hina në pranverë, me 21-in pasaj fillon edhe shenja e dashit. Edhe qështu jënë konsideru, për shembull me kalendarin e dikurshëm, o konsideru që viti ka fillu për marsit. Prandaj edhe pranvera është stina e parë, prandaj sin fillojnë pranvera, vera, vjeshta, dimri, e nuk fillojnë për shembull një janar me dimër, bjen me britsjap, po fillojnë me dash. Se u konsideru si kur në pranverë kanë fillu të mbjellrat, korrat e këto senet, i kanë qu me rënd qështu. Po normal atëherë kanë besu në gjana tjera. Kanë besu në perëndinë e diellit, kanë besu në Venusin, perëndeshën e bukurisë. Për shembull, kur ndodhin këto solstici dimror dhe solstici veror, që është dita më e shkurtë e vitit dhe dita më e gjatë, njerëzit janë gëzuar dhe kanë bërë festë se kanë menu sa herë ka ardh, sa herë ka ik dielli, kanë menu që dielli u zëmru me ta, kur ka ardhur dimri, kanë menu që dielli u hidhnu pi tyne, edhe tashti po çon qielli. E kur ka ardh, kur ka ndodhur solstici dimror, që kanë dita më e shkurtë e vitit dhe tani ka filluar më zgjat dita, gjithë kanë konsideru që po fillon diçka e re dhe janë gëzu. Prandaj edhe ka mbetur edhe kjo pema e krishtlindjeve, se i gëzohen seneve të gjelbërta, i gëzohen aty në thanave që i përdorin për detaje, e falenderojnë, si me thonë, perëndinë e diellit që po sjell gjëra të mira. Kështu që këtu një herë kanë konsideru që viti ka filluar me Marsin, në këtë rast me shenjën e dashit. E çka e pret dashin për këtë vit? Hajde, unë vetë qëto edhe po qona. Edhe tani punojna. Edhe po iku. Normal pranvera gjithmonë sjell energji më të mirë, më shumë gjallëri, njëherë sikur gjithmonë e ki një plan të ri, nëse e ki një emision, për shembull, se ti në këtë rast je dash, konsideron që ki me bu diç, hajtë se pëndroj pak emisionin, hajtë se përbëj një detaj tjetër, ose që është me menimin mu vesh pak më ndryshin për me portretizu diçka tjetër tek audienca, gjithë lidhët me detajet vogla. Mundësi shumë të mëdha profesionale vinë për dashin këtë pranverë, kanë me qenë pak më afatgjatë se sa që konsiderohen herave të tjera. Në dashuri, për ata që ju intereson më shumë, ose mund me përfundu në lidhje shumë të thella, ose përfundojnë diçka të vjetër për me nis diçka të re, që kjo është pranvera, ose mbyll diçka që ka qenë një epokë e gjatë deri tash, ose fillojnë diçka të re. E nëse konsiderojmë me këto tranzicionet që ndodhin, sot me 4 prill është çeriku i hanës së re, që konsiderohet hana kalon te gaforja, edhe me këtë rast kemi mundi pak më emocional se sa që ndihemi zakonisht nëse prekum prej fjalëve të vogla të njerëz ose nëse ja marrim shumë për zemër, është për shkak që thoj emocionalitetit të madh që din me sjell energjia e hanës, sidomos kur i ndon ciklet e saj. Demi, shenja e dytë, po ne kisha me qujt ajo shenja që e mon pak stabilitetin, se as nuk din mu nervozu shumë, nashta i vetmi sen që e bujnë kisha me qujt keq, në thonjza, është që të vrasin me heshtje. Kur nuk i ki konfrontal, kur nuk i ki që ta thojnë deri në pikën e fundit që apo mendojnë, dësa një jarujnë vetës, mendojnë ashtu mi majtë për vete. E ka një herë din me kanë edhe vetë sabotus, ndaj vetës tyne, ndaj punëve të tyre. E kjo stim për Demin, i shtyn me dalë prej zonave të rahatis. Çka do me thonë, kjo është koha për mi ndërmarrë rreziqet, edhe ato që nështë ta nuk i keni mendu mas mirë ti në botë. Kështu që
në marrëdhënie apo në karrierë, çka do që mendoni si shans të vogël, që mendon që ka me bëni ndryshim të madh, unë kisha thënë go for it, se gjithmonë është diçka. Gjithmonë është diçka që jap vlen. Edhe ndryshimet kur nuk ndodhin për keq asnjëherë. Mundet me kom pak i vështirë koha e adaptimit derisa të përshtatëm, ama gjithmonë ndryshimet ndodhin për më të mirë. Dhe s'besoj që vin sanet për mu bu ma keq. Ose vjen për më ta jep një mësim, që si e të e marr kur qysh është, ose vjen për më të pru sene më të mira që ti nuk ja ke ditë vlerën vetës ndoshta. Binjakt. Si njëna për shenjave unë besoj që e sjell energji, një sjell komunikime, din me qelë tema të reja, din me bo diskutime të ndryshme. Binjaku shumë i rëndësishëm me majtë energjin për njerëzit e vetë, se ka njerë din mu shpenzu për njerëzit tjerë. Pak binjaku është ajo shenja që e kalon mirë me njerëz e afërt, ama kur she persona të ri, pak ndikohen prej tyne, kanë qef mi njoft, se kanë qef gjithmonë me sene të reja mu marë. E kjo pak ja u shpenzon energjin, tani din me kanë pak ma të keq me familjarët të tyne, për shkak që shpenzohen të këtjertë. Po pranvera, për binjak këtë vit është krejt ma ndryshe se sa herave të tjera, thuhet që kanë me pas lëvizje dhe takime të reja. Çka nën kupton për takime, mund të qenë takim me një person që ndoshta kanë me pas një raport në të ardhmen, mund të qenë një takim që kam ja ndryshu raportet të tyne në punë ose çka do tjetër. Kanë mundi pak të shpërqendruar për shkak që pranvera është edhe stinë e binjakëve, se me njëherë deri me 21 qershor, kur përfundon domethënë pranvera, fillojnë binjakët, edhe fillojnë domethënë jo më pak kanë ende mrena pranverës, se me verën tani fillojnë që është gaforja. Jenë ende mrena pranverës, po din me kam pak të shpërqendruar prej ndryshimeve klimatike. Që mundën me ndodhë. E këta e dojnë shumë qendrën e vëmendjes, po dojnë mu paraqit që nuk e dojnë qendrën e vëmendjes. Kështu që i vynë me pas situata të kompletune për rreth vetës për me dalë me marë vëmendjen që e dëshirojnë për e njerëzve tjerë. Unë ja u kisha jep si këshill është mu për kujdes për gjumin edhe për shëndetin. Se në hapësirat kur investohen për tjerë që to dy sene i lojnë mas shumë të anash, binjaks. Din nga kushtu kejt, jepën tërsisht për njerëzve tjerë. Gaforja, qëto dit e përmenda që edhe cikli hanës 3 ndodhet e gaforja, kështu që edhe kanë në qenë emocional. Po edhe jam vetë emocional, sidomos që planet sunduse kanë këtë rast hanën, a ma shkua për mi shëru plakët e së kaluarës, edhe për me rindërtu një bazë të fort. Nisan ashtat, se unë vetë jem gafore, po nisan të ketë që konsideroj tek persona që i takojnë shenë së gaforës, është që durojnë të i për shumë, po në momentin kër vjen një pikë që nashta do të me bo diçka për vetën, tani nuk intereson për kur gjë ishtë tjetër, ditë me bo shumë keq. Dy ekstreme. Kanë vishë ekstreme. Ose janë all in, ose get out, është ajo fjala. Go home. Po, bash, go home. Kështu që për me ndërtu qatë bazën e fort emocionale, nashta është mirë për ta me shëru qka dhe që deri tash ti ka lëndu. Ka mundësi lidhet me njerës që deri tash nështë se kanë pa energjinë e tyre që ju kanë diku, ka mundësi lidhet me një punë që nuk po e shohin ndikimin që mundet me pas ajo punë në shëndetin e tyre mendor dhe emocional. E di që mas pandemisë shëndeti mendor ka marrë ma shumë vëmendje dhe shumë mirë që ka marrë vëmendje, po nga njerë po jemi në ndikimin e rrjeteve sociale që nashta të shtin me hinë në periudat krahasimit me njerës tjerë, të shtin me pas situate që nashta te kur nuk i ki pa me qatë kënd vështrim. Kështu që nashta sa ma pak me konsumu gjithçka që përthitim për internetit, se nën vetdia jo, nuk e din sa shumë marrim dhe sa shumë konsumojnë për rrjeteve sociale. Unë këtë këshillë e kom për shenjat e ujit kryesisht që din nga njëherë në heshtje mu krahasu me tjertë. Kështu që i kisha thënë mos u krahasoni, se çdo kush e ka rrugën e vet. Mundet me marrë një vendim të rëndësishëm për familjen, për shtëpinë që mundet me ja definu të ardhmen gaforës. Luani janë gjithmonë në qendrën e vëmendjes, po pranvera i bën me qenë ende më në qendër të vëmendjes. Luani si shenjë nuk është as kardinale, as e ndryshueshme, është fikse. Po, jo, për ta është që kjo. Inatin e kanë shumë të madh, ego kanë shumë të lartë, nëse i bjen keq për vetën, nëse njëherë kanë thonë po dhe tash do të me ndru me thonë jo, nuk mujnë me thonë përgjigjen tjetër. Pranvera sjell suksesin projekte kreative për Luanat, edhe ma shumë stabilitet në dashuri. Luanat në fakt unë mendoj që janë një piqenjave më besnike, nëse e konsiderojmë tek aspekti i dashurisë, ama din me ja harru vlerën vetës kur investohen tepër shumë. Po edhe ata në mendjen e tyre mendojnë që investohen, po tani harrojnë që në fakt Luani kur nuk e hek vëmendjen pej vetës, se mendojnë që janë të bushëm për një person, kur në fakt janë halat fokusuar të qysh këta me dalë mirë para të tjerëve. Edhe nashta me ç't periudhë kam jarë një dozë dhe pjekuris më e madhe Luanave në këtë rast. Virgjërisha,
si njëna pishenjave të ndryshushme, që i bjen e ndryshushme i bjen kur për ta asgjë nuk është absolute. Nëse sot jenë kontë një mendimit me ty, nesër e ndëgjoj një argument tjetër që pajton me mendimin e dikuj tjetër. Po kjo i bjen që jenë ma të akseptushëm për personat për atë, edhe për mendimet të tjerëve, jenë të hapur për opinione. Ka raste kur veç ajo që e kanë mendje, nga njerë më duken si ata personat që përshtatën muhabet, ama kur jam vetë e din që me tas përshtatën kur qysh heq. Po adhe në mendën e ty ne ka një asë verzioni që ajtë se e diën e që është mirë, kishe më sëmë talë zote. Veç po të ngojën e që të te kom mirë, ta ne e di që ka bëj për veti. Amo, për shkak që fokusin ma të madhe ka lënë në për detaje dhe në për gjana që nashta njerëzit tjerë nuk i vrenë, se vëzhgjerisha është qenë tepër detajiste, plus për lanet sundu se ka mërkurin, që komunikimin e ka në high level, din, arma e tyne ma e fort është komunikimi. Nëse nuk bëjmë për vete me të folur, me sa në tjera as nuk tentojmë, bile më të bo për shtypje. Kështu që kanë me planifiku një udhtim gjatë, që nështë ta mund të peqim pushime që kanë me ndiku mirë pastaj në shëndetin e tyre. Ose në punë kanë më bo mundim ma të vlerësun. Unë e mendoj që në punë kërkush nuk të bënë mundi të vlerësun nëse ti se vlerëson vetë vetën. Në përgjithësi në jetë, besoj që është kjo vlen, kjo regull. Gjitha fushat. Unë e mendoj që vetë besimi është çështja më kyqe se cilit person, nëse ti beson punës tone, vile dja për dje poshtë një thonje që nashta javlin mja u të kësu vizhërejshave, se nga njëherë vizhërejshat ja din vetës, po e harrojnë që të ne harrojnë qatë detaj, si kur më fillem që shenesëm që të rubrik. E poshtë një thonje, ke shumë e mirë, që zakonisht ti kur shkon me hongër buk dikon, je unë të dhe dënë me shi ushqimin, po nuk e me ndonë kur shkon kuzhinjeri. Dhe më thonë veç i beson, që relativisht i jetu i besu kuzhinjerit. Kur je në autobus, po dëmë veç me shkumrite destinacioni ëtë dhe veç i tu i besu shoferit autobusit. E pse mos mi besu potencialit tënë si njere, kur kejt kontrolën e ki vetë te. Te që tu gjana nuk e ki kontrolin te, kur shkon me një restorant, se ki kontrolin ako me kon i mirë qaj mishi që jetu e ushqy. Kontrolin e ka pas kuzhinjeri, kur e ka përgadit. E ti me vetën tonë e vetë e ki kontrolin, kështu që pse nuk i beson potencialit tënë. E nashta se cili njeri, nashta duhet me mja ditë vetës, ose nga generatat e reja shumë i kushtojnë në vëmendit që ti. Na shumë i kushtojnë rëndësi kësaj pjesë, jo si diku që shka qenë. Tash më te për flasim për vetë dashurin për vetën, apo ndoshta dhe vetë vlerësimen, para se me pritë edhe prej diku tjetër. E që është një aspekt shumë i mirë. I dënë edhe tjertë. E nëse ki probleme me vetën, gjithë që ato vegëza që ashe vetës keq, i të shre edhe të tjertë. Peshorja, unë e mendoj që peshorja është një ma vetë sabotuse, për që ja prish vetës punët, nuk e di pse e bën këtë sen, se peshorja është një nga pishenjave me zemrën matë madhe që unë një. E në ata njerë që nëse e kanë centin e fundit, që ato e hargjojnë gjithë me ty. E në pranë verë din me bu shpenzime shumë të dhaja, se menojnë që do të me nërejt sendet, do të me nërejt studio, do të me nërejt hapsirin. Gjëra të reja. Po, plus planet së ndu se kanë venusin, që gjithë shka për ta do të me kanë estetikisht bukur. E peshorja me këtë rast, mardonjët i ka shumë qender. Nga njëherë mardonjët në raportet romantike i vendosin pjedestal. Tani harrën mardonjët tjera, se normal që ato ku e vendosë fokusin, prej zonjave tjera të lërgohet fokusi. E unë e kisha thonë që nashta është kuha me kalun faza tjera, edhe mi përfundu gjana që i keni lanë gjysë, mos me një sene tjera. Kështu që është kuha për një ekuilibër të brendshëm, ju ekuilibër që ka shohim, po të brendshëm të vetë me qitë senet në balans, me thonë që të ku e kom përshita, që të ku e kom përshita, dhe që kjo pa regullësi, që nga njëherë dina me pas me vetën që se dina ku e kena kryt, din më na shkaktu dhe probleme në mardonje me tjertë, në raportet me tjertë. Tash dikush do të me thonë, unë e ma mirë është me konë vetë mirë me vetën, se sa me pas mirë me tjertë, ose që apo manim për tjertë. Po unë e menoj që jetën që ka e bënë, si në krejt fazat, vdekje, në martes, në henge, në gjithë shkanë menoj që jenë raportet me njerës, që ata bojnë ma të bukur, gjithë proces tjetër jetësor. Raportet ndërsociale që kemi. Është që normal që me punu me vetën, për me pas tani mirë me tjertë. Edhe në këtë rast peshore si kërkohet që kjo ndryshem. Akrepi, për mu, mendoj që akrepi është shenja më e zhutë. Pse mendoj që është më e zhutë? Sa din me jep për tjertë, din edhe me punu për vetën, din edhe me janë rejsh punë vetës. Po një kësështë aftësit e tyne, sidomos për njerëzit që punojnë komercializëm, ose për njerëzit që punojnë me komunikem, ose për ata që kanë, që janë si përmarës, nëse e posedojnë shenjën e akrepit, din me qenë pak manipulus në biznes, që mendoj që është aftësi bajage e mirë nëse veç din me bo, si varet ashtë të qysh zjedh mi manipulu situatat, po nëse zjedh për mundëzirë për vete, atëherë është aftësi shumë e lartë. E gjatë pranverës, akrepi ka me tërhek një energji të fshet,
që nështë as vetë nuk jenë të vetëdijshëm se çfarë janë duke tërheq, po kjo vjen krejt prej njerëzve me cilë të ndonë të kuhën. Që ajo energji e fshehur që je duke tërheq, mundet më duk në fillim si e ndërlikune, po ma vonë kam i definu gjanat që shti ishe për këtë vit. I zakonisht janë njerëz që s'mundën me fillu një punë pa pas planifikune sakt detajisht çka ku ka me shku parët, ku kanë me shku, kohën me kanë kime kalu, qëto ku kime nejtë, cili vend kime shku. Nashta me rifillu një pasion të ri që e kanë brenda vetës, gjithmonë ju ndihmon me vazhdu rrugën tutje. Se akrepi është ai njeri që tu nejtë qëto me ty dhe tu pol me ty që shkanë me dekoru që të ka oq, amo si kryet që kë ka oq, dojnë me pas një ide tjetër. Stresi ju ndihmon ti për shumë për mi pas punë ma mirë. Stresi pozitiv që e folën pak ma herët po ashtu në emision. Po, normal, ju stres negativ, se zakonisht stresi negativ shkakton edhe dëmet tjera. Shqytetari, lirin e kanë prioritet, si gjithmonë, është shenja më aventuriere prej krejt shenjave të horoskopit, amo pranvera sjell përgjithësi të reja, zakonisht kur tentojmë fajin me alon dikuj tjetër, mas pari du të me lyp brenda në vete, që ka ndodhi që u që kjo situatë qështë, se sa me gjithmonë me tentu me gjithë e tjertë. Po si shenjat ma e lirë që është, nuk rinë me një vend. S'mundet me qëndru me një hapsirë. Kështu që pranvera ka njësë pak me një dimër matë ftof, po nashta ka me fillu tu ngro djeli. Mami e me ka një shprehje thot, kur nuk të ngro djeli më nxesit, më sprit më të ngruaj i pas ditës. Po unë e menoj që nëse pranverën e njësë mirë, gjithë shka ka me të jetë mirë. Uroj, që tjetë kështu për krejt shenjat. Edhone. Bricjapi, një sinjana për shenjave që mas shumë të fokus i shtron punës edhe i shtron ambicjeve të tyre jetësore, është mirë që pak me gjithë balancet dhe brenda jetës të tyre personale, në këtë rast nashta jetës në qeft. Përshka që dinë dhe marrëdhënie që i kemi me partnerin, nëse partnerin tonë me ndiku zakonisht që ajo është që ndikon se ketë fokusin ka njëherë për qëndrojmë që ato, sidomos kur është një fillim i ri edhe kur është ma entuziastë dhe energjia është pak ma ndryshe. E ndoshta një përcion i ri që është të e sfidu emocionalisht, në këtë rast Bricjapin, është mirë me i qitë në rend punë tona mas pari, pastaj me definu se qysh tek për në ndikon se cili pinive. Është koha për me i rishkru qëllimet afatgjate për Bricjapin. Ujori, sheja ma inovative, që si është e vetë mja shenjë që planet së nduse ka Saturnin, si me thonë rryma munalë të të ndikon të i përkeq, interneti munalë të të ndikon të i përkeq, edhe tërhekim pak qëtë energji. Amo ujori është një ana prej shenjave të pakta që hana e re din me ju ndiku mirë, hana e re dhe hana e plot. Zakonisht, nështë ta zdja e keni ledzu dhe në përsudimet ose dikush që nuk e ka ledzu, kër është hana e plot, vrastet më të mëdha ndodhin me hanën e plot, se energjia është shumë intenzive. Gjithë shka, nëse dikush të të bu nervoz vjen me myç ato. Jo me normalizu këtë, po bjen ashtu, po du me thonë, bo është qaq nervoz, a ki nevoj mu shtyme që ata njerët me thonë tepër, është energjia shumë e naltë, ose nëse... Si pas në analizu këtë punën e honës? Po, hana ndikon tepër në disponimin tonë, ose nëse jetu uni tepër mirë, që ajo energji din më të rrujt halema shumë, sa që e reflekton edhe të njerës dhe tjerë. Ka njëherë komplimentet që ja u jep tjerëve, din mja unë rejqë dhe ditën krejt që ati personi që nashta se ka njës ditën mas mirëte. Ujori, si njëna pishenjave që ndikohet bajage shumë prej qytyne ndryshimeve, pranvera ka me qenë frymzuse, ndryquse në mendjen e tyre kryuse, sepse janë shumë kreativ, edhe në lidhet romantike mundet me pa një mënyrë pak ma të pazakont. Ujori është tipike ajo shenja që nëse është obsesionu që tash mas një qokolate, qa qokolate do të me hongër dhe i sa ti gërditët. Se nuk do në me lanë vetën, mu jep të i përshëm, sepse nuk din me qenë të angazhun me një lidhje. E unë po menoj që pranvera këtë vetë kom ja ndëshmu të kondërtën. Me i bo mu angazhun diçka që nashta kur se kanë mëndu që kanë mu angazhun. Ndashta diçka që kanë thonë... Gjëra të reja dhe për ta. Po, pranvera qashtu thuët, e qysh nga rezultant tani, pak është edhe që Shqiprim vetë, normal. Edhe peshqit, shenja e fundit, intuita e tyre fort ka mi bu me realizu që në fakt pranvera është stina ku se cili do të me marrë vetën dhe më këty në realitetin e tyre. Dim peshqit me kona e shenja që është rakitën të vujt, se janë tepër nostalgjik. Përshkruen gaforët si shenjë sentimentale, po në fakt peshqit u akalojnë tërsisht. Me nostalgji dhe me... Shumë u akalojnë. Adën njën ajo shenja që nashta gaforja prikët për do detaje që e me nënë që shvet është u paracit në qëto situata, e peshqit jenë ajo shenja që
pse e tha që të fjallë që to, e pse nuk e tha për shembull mas qësoj, po e tha bashkë që tashti. Qaj e fjalli bën me mendu edhe nuk ju kalon i note, e kanë i note në bajaget madh. E pranvera këtë vit kam ja ndështkmu të kundërtën, nëse ndihen të pasigurt, unë ju them me dëgju zemrën, e nëse ka nevojë për me reflektu ose për me tërheq më shumë energji, është mirë mas pari mi qartësu sendet me këdo që kanë problem, pastaj me hyn këto kanale tjera. Ndërsa nëse kthehemi edhe një herë të dashim, nëse erdhëm kretin punë. Ka diçka nga politika, nga aspekte tjera, apo me qënë se çdo herë i flasim këtu të jetës së përditshme, po çka në aspekte të tjera. Ka politika, po mendon në situatën tonë në venda? A veç këtë po më pyet? Jo, po për personat të cilët janë në politikë dhe kanë shenjën dash. Po nëse pranvera fillon me shenjën e dashit, i bjen që politika mundet me konë, ata njerë që jënë në politikë dhe që e posedojnë këtë qenjë, mund me konë me fatë. Ose ka me u shënu fillimet të ri. Po gjithë shka është fillim i ri. Gjithë ndryshim që ndodhë është fillim i ri për ty. Nëse për shembull je konë me një pozit që pranvera ku me ta sjellë mos me qenë, qatë pozit, pra po me qenë një fillim i ri për ty se ki mu angazhu diku tjetër. Po nëse ndodhë me vazhdu që atë në tri, ka me qenë etapë e re që të fillon me gabimet në shta që i ke bund të kalume dhe që do një përmirësu. Gjithë është fillim i ri. Interesante, me qënë se kemi qeveri të re, pranvera do të kemi, faktikisht, me qënë se edhe jemi duke u informuar tash edhe se çka ndodh në vend. Faleminderit Erlet, faleminderit shumë për detajet, për informatat, uroj që për gjithë me qenë kjo pranverë, po aqe bukur, po aqe suksesshme, me shumë dashuri, edhe veç me gjërat mira, komplet krejt vite, po me qënë se diskutuam për pranverën, pse jo ta nisim barë këtë stin, që të vazhdojmë edhe me tjera shumë. Faleminderit për te, faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë me ty. Gjithashtu, çdo herë. Ndërsa ne tani kalojmë edhe shkojmë në Tiranën e bukur, ku atje ka qenë një panairi i automobilave, automobilat apo veturat klasike që janë endur në sheshet e Tiranës. Tash do të kuptojmë më tepër detaje atje në rrugët fakt të Tiranës që nuk ka pasur të bëjmë me shpejtësi, po krejtësisht diçka tjetër. E ndjekim materialin ndërsa kthehemi përsëri me një ofertë nga Top Shopi. Makina të vjetra kaluan me shpejtësi para syve të kalimtarëve. Në zemër të Tiranës, sheshi Nona Terezë dhe sheshi Italia u shndëruan përkohësisht në një pistë